Lideri i Partisë Demokratike Sali Berisha ka përshëndetur gjatë një konferencë shtypi drejtuesit e rinj të Partisë Demokratike. Shqiptarët kanë parë dhe shohin një forcë politike që ka vendosur votën e lirë të saj në themel të ndërtimit dhe funksionimit, tha ndër të tjera Berisha. U kompletua krijimi i institucioneve të Partisë Demokratike të Shqipërisë. Së pari, duhet të falenderoj me mirënjohje të gjithë ish bashkëpunëtorët e mi. Oert Bylykbashi, Luciano Boçi, Ivi Kaso dhe sekretarët e Partisë Demokratike për kontributin e tyre të çmuar. I garantoj se mbeten i vendosur për të vazhduar bashkëpunimin e gjithanshëm me ta. Të falenderoj Edi Palokën për kontributin e tij të çmuar dhe secilin prej atyre që kontriboi në 4 vitet e shkuara. Mëtej Berisha ka uruar edhe 3 nënkryetarët e Partisë Demokratike të zgjedhur për herë të parë, Belind Këlliçin, Nikola Kevin, si dhe Erisa Bajazitin. Lideri demokrat tha se ata janë personalitete të cilat përfaqësojnë shtresa dhe grupe të mëdha të shoqërisë shqiptare, të papërfaqësuara më parë në kryesi. Të uroj nga zemra Belind Këlliçin, Nikola Kevin, Erisa Bajazitin, të zgjedhur nënkryetar, për herë të parë të zgjedhur nënkryetar të Partisë Demokratike, personalitete të cilat përfaqësojnë shtresa dhe grupe të mëdha të shoqërisë shqiptare të papërfaqësuara më parë në kryesi. Të uroj sekretarit përgjithshëm Flamur Noka rizgjedhjen me votën e Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike në postin e lartë që mban. Siç e shihni, ka një ripërtritje të madhe me personalitetet ndër më të shquarat të fushave të tyre në drejtimin e Partisë Demokratike. Kjo dëshmon vendosmërinë e kësaj partie për ripërtritjen. Kjo dëshmon gjithashtu potencialet e saj shumë të mëdha. Kjo dëshmon gjithashtu votën e lirë si mekanizëm themelor të funksionimit të kësaj partie.